cilat ty të detyrojnë të shpallësh gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Janë kushtet përcaktuara në ligj. E qartësove plotësisht. Kam një element tjetër. E thjesht dhe të vetëm. Faktikisht qeveria shqiptare vepron si në gjendjen e emergjencës dhe konkretisht juridikisht nuk vepron si në gjendjen e emergjencës vetëm për një arsye, që qytetarët e thjesht mos kenë në dorë një vendim juridik për ta goditur qeverinë, qoftë në gjykatë kur ajo mos u jap dëmshpërblimet. Kaq e thjeshtë është. Okej. Ata thonë do të marrim një paket, sa zoti Vëngu, një paket financiare etj. Këto situatat ad hoc, të cilat nuk lidhen me asnjëherë me frymën e ligjit që diskutove ti, por që lidhen me subjektive. Këto paketat financiare di çfarë çojnë në mungesë të barazisë së qytetarëve përballë shtetit të tyre dhe përballë ligjit, sepse paketat nuk janë të përcaktuara me ligj. Unë gridës i jap dëmshpërblime, Eugenit nuk i jap dëmshpërblim. Vetëm ligji të krijon ty mund barazit totale. Kam gjendjen e emergjencës kombëtare me një VKM dhe grida dhe Eugeni merr dëmshpërblim. Kam një tjetër pyetje që kam shumë të rëndësishme, që ka të bëjë me gjithë qëndrimin e qeverisë nga kreu deri ke gjithë tjerët. Të tipit ju hidhni plera, mbeturina etj. Ata kanë ndërtuar mbi hidrovor, mbi kanale, ka ca tjerë që janë bashkit vogla ose jo dhe që nuk kanë pastruar kanalet. Shteti sillet sikur sot papritur u zgjua me ujë dhe me shtet. Dje s'ka pas, as shtet, as ujë. Pra, logjika është që, zotri, disa janë shkelës ligji, pra, të hedhin mbeturinat në kanalizime. Dikush i parandalon dhe ndalon mbasi ndodhin, dikush e shikon mbeturinat para se të bi shiu, dikush tjetër shkon t'i pastroj mbeturinat, ndoshta dhe duke gjobitur ata që i kanë hedhur, dikush tjetër shkon ke këneta dhe i thot, ti këtu nuk banon dot se në rrezik jetë dhe ka 20 vjet që unë e di që ti e ke zënë tokën. Dikush sillet sikur jemi në shtet, apo ka ndonjë situatë, le të themi, të marrjes përgjegjësisë nga pikpamja penale për një shtet i cili nuk është krijuar sot. Po faktikisht jemi në një element shumë të rëndësishëm. Unë përgëzoj prokurorinë e Durrësit sepse prokuroria e Durrësit në pikpamje teorike provoi diçka që nuk ka lidhje me fatkeqësinë natyrore që ka ardhur nga qielli. Sot. Me nisje në një çështje që sot po Anila të referoj KLSH-n 2024. Po është tjetër KLSH, është tjetër hetimi i çështjes penale nga prokuroria e Durrësit. Sot prokuroria e Durrësit tha, unë zyrtarisht kam dyshime të arsyeshme që nuk është fatkeqësi nga Perëndia, po është fatkeqësi nga veprimet e mos veprimet e njerëzve në terren. Dhe sot prokuroria e Durrësit të tha që nuk është faji qytetarit që hedh kanaçen. Shumë gabim bën që hedh kanaçen në kanal, po është faji i jot që se ke bërë kanalin tamam si sa duhet. Se si duhet. Të gjithë këto element të çojnë në faktin që mosbatimi i një ligji nga fillimi deri në fund është i përafruar me tërë standardet e BE-s, ky ligji që themin ne, ligji 45, por nuk ka asnjë infrastrukturë që shoqëron një ligj, nuk ka asnjë paketë ligjore, nuk ka asnjë akt nënligjore, nuk ka asnjë infrastrukturë nga 2019. Nga 2019, do e përsëris një herë se kanë hapur negociatat dhe kapituj dhe thonë, ligjin e kemi, po gjithë aktet nënligjore që vën ligjin në punë, nuk e kemi. Shu i hapim negociatat. Le të dalin të paktën në godinat e bashkive dhe të shohin, a ka ndonjë nga ato sirenat që bën alarmet dhe të shkojnë ke narkoterrorizmi. Të shkojnë ke narkoterrorizmi. Po përsëris që në fillim fjalën, ne thamë që kohë më parë që kur zoti Dumani bëri një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me administratën e re Trump kanë një strategji komplet tjetër dhe kanë një qasje komplet tjetër për sa i përket interesave të tyre në kuadër të organeve ligjzbatuese të huaja dhe marrëdhënieve ndërkombëtare me to. Ata u shprehen qartësisht, çdo organizatë kriminale që merret me trafikun e lëndëve narkotike nga ana jon do quhet si organizatë terroriste. Dhe këtë prioritet të administratës, sigurisht ata që janë donatorët kryesorë të investimit në prokurorinë e posaçme do e përcjellin patjetër edhe në prokurorinë e posaçme. Dhe jo që sot e tutje, por ne kemi një vit që po shohim që prokuroria e posaçme luftën kundër narkotikëve po e cilëson si një luftë prioritare sepse quhet luftë prioritare sepse është e njësuar me luftën kundër terrorizmit. Dhe të gjithë e dimë se lufta kundër terrorizmit ka prioritetin më të lartë nga tëra organet ligjzbatuese në tërë vendet e botës, pavarësisht nga nivelet e zhvillimit që ato kanë. Për këtë arsye, mendoj që prokuroria e posaçme sot e tutje ka gjetur
një mbështetje shumë të fuqishme për sa i përket mënyrës se si ajo duhet luftoj narkotikët. Dhe nuk është fjala vetëm të luftosh narkotikët sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë është prioriteti jonë. Fjala është pak më e thellë, le të hym vetëm ke pjesët e brendshme. Domethënë, nuk po i bëjmë qefin vetëm sponsorit ton, po i bëjmë qefin dhe punës ton të brendshme dhe po i bëjmë qefin dhe të mirës son sociale. Ne kemi parë të paktën në 10 vitet e fundit që narkotikët në Shqipëri, trafiqet e narkotikëve në Shqipëri kanë sjellë një destabilizim total të jetës politike dhe ekonomike të vendit. Ndërhyrja, shtesa që i është bërë luftës kundër narkotrafikut thjesht dhe vetëm do sjellë një stabilizim politik dhe ekonomik. Ç'u kuptoj me këtë? Fakti që trafikantët janë fuqizuar dhe patën një lidhje të fuqishme elektorale me politikën shqiptare, tregon që ata krijuan një lloj prioriteti për sa i përket vendimarrjeve dhe politike nëpërmjet njerëzve të tyre. Dhe këtë nuk e themi në teori. Këtë tashmë e ka të provuar prokuroria e posaçme me hetimet e saj, sepse ka vërtetuar jo vetëm nëpërmjet çështjeve konkrete, por dhe nëpërmjet arrestimeve konkrete që shumë pjesë të politikës shqiptare si majtas dhe djathtas kanë qenë të lidhur me element të trafikut të lëndëve narkotike. Pra, ne jo vetëm që mbështesim një prioritet të qeverisë amerikane, por shpëtojmë dhe politikën në rast se lufta kundër narkotikëve do shkojë deri në fund nga lidhjet e saj me organizatat kriminale. Shkojmë te pjesa e krimit ekonomik. Narkotrafiku ka treguar në Shqipëri që pastrimi i parave ka vajtur në pikat më të larta. Organet ligjzbatuese shqiptare në përgjithësi kanë dështuar në luftë kundër pastrimit të produkteve të veprës penale nga trafiku. Atëherë, ne shumë mirë na vjen që një aleat aq i fuqishëm që ka sponsorizuar te prokuroria e posaçme t'i jap një dorë të rëndësishme në luftë kundër narkotrafikut. Pra, prokuroria e posaçme sot ka një prioritet shumë të madh, një prioritet të madh që po themi, ti kthej shpërblimin sponsorizimit që i kanë bërë Shtetet e Bashkuara të Amerikës duke luftuar narkotrafikun, por ti shtoj besimin qytetarëve shqiptar që duke luftuar narkotrafikun, mbase një herë mirë politika do ndahet nga krimi.